Çka I takon një burri nëse gruaja e tij të ndohet pa arsye? Edhe pse e kanë pasurinë e përbashkët, për shembull, ajo gruaja do mundoh. Jo, nuk ka arsye tim, në 40 dhe 41 ligjet për familjen, sonë gjithmonë I referohem nëneve, të cilat I kena në fuqi si Kosovë, Republika jone ka ndërtuar këtë sistem dhe atje thuhet që edhe bashkësi martesore, që është më e gjallë se 3 vjet, por edhe te martesa me kurorëzim, pavarësisht apo punon njëri bashkëshort apo nuk punon, e gjithë pasuria e ndërtuar prej ditës martesës, ose prej datës, ose prej kur kanë fëmijë, ndohet një të dytën. Pra nuk është çështja e arsyetimi. Pra nuk mund të merret azojmë tradhtia në këtë rast bashkëshortore, si arsyetim se nuk I takon pasuria përbashkët. Pra edhe gratë të cilat nuk punojnë, ta zojmë janë anvise, kur vjen puna te shkurzimi, e gjithë pasuria e ndërtuar gjatë martesës ndohet një të dytën, nëse shkojnë në një procedurë. Po, është e padiskutueshme kjo. Hoxh, si përcakton feja islame do martesat, a duhet ta pyesmi gruan e parë për ta marrë dytën? A e kemi të obligueshme se ka pas shumë raste kur kanë thonë s'bën me vetë, s'ka nevojë me vetë gruan e parë për me marrë dytën. Martesa është drejta e burrit. Në këtë rast nuk vetet as gruaja e parë, po është vendimi I burrit, sipas rregullave të shariatit. Se sa herë ti kish vetë burri gruan asnjëherë se kish leju. Kjo është rregull. Domthonë s'ka nevojë me vetë gruan e dytë për gruan. Ja, nuk ka nevojë. Gruan e parë për me marrë dytën s'ka nevojë. Se kjo është e drejtë e burrit. Sipas shariatit, domethënë sipas Kuranit, sikur që është në ajetin në fund, "Ku matabele nisaimet tulati ruba", martoni ato gratë, të cilat ju pëlqejnë 2, 3 dhe 4. Po nëse mendoni se nuk keni me qenë të drejtë, atëherë ju mjafton vetëm një. Në cilat raste na lejohet mi pas 4 për shembull. Ta shpjegojmë sonte. Kur ka në rastin kur ka burri për shembull nevojë me pas më shumë si një grum. Këtu është se martesa e ka të kategoriat e vete. Do njerë është e ki fars, do njerë e ki sunat, do njerë e ki mustahab, do njerë është e urrejtur, do njerë është e haram. Ai burri I cili e ndin vetë edhe ka nevojë për një bashkëshort tjetër dhe për t'ju ruajtur amoralitetit, atëherë më mirë është më martu. Kjo është sipas rregullave të shariatit. Dhe mos e keq kuptohemi më tash. Po me konë se epshin e ka më pak, atëherë e ka sunet. Po me konë se ka mundësi financiare, edhe ka shumë gra për me rujt nderin, edhe për me rujt për imoralitetit, është mirë me martu 2, 3 dhe 4, kështu me radhë. Po me konë se buri nuk është I aftë në këtë drejtim, atëherë është e urrejtur më martu. Me konë se nuk mundet me plotësu kushtin, është haram. Këto jam këtë kategori ku duhet njeri me gjetë vetë vetën. Mirë po, sipas ajetit domethënë në surën An-Nisa I cili është, martoni ka 2, 3 dhe 4, burri mundet me zgjedh. Mirë po, ajeti në fund thotë, nëse mendoni se mundi me qenë të pa drejt, atëherë mjafton një. Nëse ti në aspektin material mundesh mi bë pa drejt, po nuk them se në aspektin e dashurisë, aspekti I dashurisë është çështje emocionale, është aty është e pamundshme njëri për shkakun mendon gjys për gjys. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas 9 graj ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse ka qenë lejuar për ta me pas më shumë. Pa mos me qenë I barabartë për 9 gratë? Po, Allah I ka thonë lën testatiën ta'dilu bejn nisa wala harast. Ti s'mundesh me qenë I drejt në aspektin e dashurisë. Kur e ka vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cilën grua më shumë ka thonë Aishën. Edhe për edhe ka pas xhelozi. A nuk Aisha për atë gjëras? Ha? Aisha u gëzu, ato të tjerë I kanë xhelozu. Je kam një balçari që më interesonte dëgjova në ditë ta tha njëri tha e kish vitë hoxhën shtëpia bën ju mi pos 4-5 gra tha njëjtë se ju tha veç na I kena me letra vdi. Se kena të mshefta. Se di. Demek edhe ju e keni dashur vdi po si keni. E kisha komentuar pavarësisht që aty hoxha I shpjegon me sherat edhe në vetë jam musliman, po në aspektin e jetës aktuale edhe se si është ndërtuar tash njeriu, se ndoshta në kohën e Muhamedit ka qenë krejt komplet tjetër mentalitet dhe mënyrë të menduarit, edhe ndaj burrit edhe ndaj gruas. Por ka një padrejti shumë të madhe për shkakun që të lejohet burrit të marrë 2 apo 3, nuk përmendet fare gruaja ose konsultimi ose dakordimi I gruas të parë,
apo anijet aja mirë që për i vinë edhe 2-3 ortoka, që i thujna. Po në aspektin edhe juridik, kjo është edhe pamoralshme, është menojështë primitivizm, edhe pse, deri vitet 99 ose në ashtë edhe ma vonë, kemi pas raste shumë që tradita jonë shqiptare i kanë këthy gratë e vllaut, kur ka vdek vllave. Për shumë e rëndë. Edhe në konë shumë trauna dhe janë shumë primitive. Në kohën që po jetojmë na, tash në këtë kohë moderne, merë zhvesh me qato të porën, edhe e kryt me ta, e merë një tjetër, edhe shkurërzosh, vazhden me këto, se nuk ka shpjegime ato, në praktik nuk mundën me ndodhja për du barabartë, për të njëtër barabartë, së është e mundur e. Me një fjole e kundërshtoj ligji jo, nuk i lejan, dhe menoj që shoqëria jo, kam edhe një sugjerim, që shoqëria jonë dhe linia jonë është ndoshta shumë ma e moralshme pra në aspektin edhe të arsyes, pra, që ta ndërpresh me një person dhe ta vazhdosh me një tjetër, dhe jo të bash rendi, 1-2-3, sepse me të vërtetë është primitive. Sipas rregullave të shariatit, gruaja kur të martohet ka drejt me kushzu burrin. Do më javnon si kusht. Nuk i drejt me marrë gru tjetër mas meje. O, vetë sa the burri vetës. Do më thonë, nëse eventualisht gjatë kësaj periudhe ndodhë, me konë se gruaja e len qelë, atëherë burri ka drejt. Me konë se qatë moment kur tëtë do mu martu me mu potët, ta kushzojnë, deri se jom gjallë, ti nuk i drejt mu martu unë. Për në cilat raste ta ta specifikë? Apet se ka respekt ndaj njëri. Për në cilat raste? Se ka drejt për shembull gruaja. Edhe fëmijët për shembull. Mirë po, nëse ndodh, do me thonë me kohë. Nëse gruaja për shembull nuk ja kushzon, nuk ja vnon këtë kusht, do me thonë prej fillim ose i thotë ti je i lirë, ti mundesh mu martu edhe një herë. Hoxh, nuk du me kundërshtu, po në qoftë se gruaja e gjon një burr, tash që shpikon drejtën burrit e Islami, atje e mytin me gura, po që ti në Afganistan. Jo, burri një. Valla, jo, se kom po. E kom po të e myt një gru, do video, nëse s'janë mund. Po, në kohën e pejgamberit, vishte spjegoj, në kohën e pejgamberit sa mëson 2 vet janë dënu për tradhtim, për immoralitet. Është një gru edhe një burr. Burri e ka pas emrin Maiz, e gruaja tjetër e ka pas Gamidie. Gruaja e cila ka ardhur te pejgamberi sa mëson shankuën, e ka thonë jam bartës. I ka thonë pejgamberi sa mëson shko lindë fëmijën. Pastaj ka ardhur ka thonë e kam lindë fëmijën, ka thonë jo, shko rrite. Plotsoje. Rrite fëmijën e pastaj kjo është një test për sinqeritetin e saj. Po e njëjtë ka qenë Maiz, burri i cili ka ardhur te pejgamberi sa mëson ka thonë e kam bë këtë vepër. Pejgamberi sa mëson i thotë ai sigurt që e ke bën. Se ka vetë 3 herë. Të e di se shka du me thonë kjo, thët po, thët, e di thët. A e di thët si kur ajo kofja, kur sharon në ujë. A e ki bot njëjtin gjathët, thët po.